Kolomani e ka bërë të qartë pas fitores së fundit me Francën, deklaroi: "Jam shumë i lumtur te Juventusi, dua të qëndroj për botrorin e klubeve." I ardhur në janar nga Paris Saint-Germain, sulmuesi 26 vjeçar kalon menjëherë gjurmë në skuadrën bardhësi me shpejtësinë, teknikën dhe instinktin për gol. Ai është kthyer në një nga pikat kyçe të sulmit të Juventusit, ku me Juventusin këtë sezon ai ka marrë pjesë në 19 ndeshje zyrtare, duke shënuar plot 8 gola dhe duke dhënë 2 asistime, që do thotë mesatarisht një kontribut në gol çdo 2 ndeshje. Drejtuesit e Juventusit janë në bisedime me skuadrën pariziane, me skuadrën e Paris Saint-Germain për të zgjatur azimin deri në fund të botrorit për klube, me mundësi blerje përfundimtare. Lojtari francez Kolomani shihet si pjesë kyçe e projektit të ri të klubit, sidomos për paraqitjet evropiane. Na ndiqni për çdo lëvizje të merkatos. A mendoni se Juventusi duhet ta blejë përfundimisht Kolomanin? Komentoni më poshtë, pëlqejë dhe shpërndaje nëse do ta shikoje Kolomanin dhe sezonin tjetër me Fener.